Po du mi falenderu policinë e Kosovës dhe gjithë ata që e kanë bërë të mundur që të gjinen edhe këta të zhdukur, sepse ka shumë rëndësi për familjet, për rrethin, edhe për Kosovën natyrisht. Kështu që përpos falenderimit dhe ngushëllimit për familje, nuk kam diçka tjetër. Është një ditë sa është e vështirë e rëndë, është një ditë sidomos për familje, është një ditë shërimi, sepse në fund fundit kanë mundësi me shku me aqit një tufe, lule, për të tyre. A do të me bëjë institucionet diçka ma shumë për gjetjen e pjesës tjetër? Po unë mendoj që këtu nuk isha desht, nuk isha desht e besoj që është vullneti se cilit që gjinën sa ma shpejt kufomat e atyre. Mendoj që këtu tani mboret edhe mënyra e punës, profesionalizmi tyne, mënyra që shëbojnë ata është punë tyne, me gjithat për mu është tepër pozitive që janë gjinë një pjesë e tyre, nuk e di stash, bozë informata dhe janë gjinë vështred të shumë tash rrugës. Faleminderit shumë. Unë nuk pres për Serbie që rrej shumë plak, për arrestimin atyne që ka më krimin këtë vend. Më mendoj që arrestimi duhet me ndodhë edhe me vazhdu me ndodhë, sepse ka shumë Serb që sot janë të lirë, krimet janë tepër të madhe në Kosovë, po sidomos komunën tonë. Faleminderit shumë.